po namazi për çfarë duhet? Për t'i thënë Allahut manush, vallahi manush. Edhe pse jam zhyt në batak, nefsi im, epshet e mi jam kanë zhyt në batak, fuqia jote për të më falë mu, mëshira jote dhe bujaria jote për të më falë mu, nuk ka limit. Prandaj Allahu manushëm, çdo njerëzi ose gjithë njerëzia po më paragjykon, por ti je vetmi i cili mund të më fali dhe të më mëshiroj, të më nalcoj dhe të më pastroj dhe të më kthej në rrugën e drejtë dhe të më mbaj në të deri në ditën e kiametit. Kështu duhet me komuniku me Allahun manushëm në namaz. Ky është thelbi i namazit. Namazi është për kujtim, është edhe furnizim me fuqi. Pra namazi shkurtimisht është jetë me Allahun e manushëm, ku ne ja çajmë hallet dhe dertet tona dhe i kërkojmë ndihmë për realizimin e synimit dhe objektivave tona. Sa më i madh të derti, aq më i madh është përjetimi me Zotin namaz, dhe sa më i madh të objektivi dhe synimi që i kemi vënë vetes, aq më i madh është përjetimi i jetës me Zotin